i rrëzon pretendimet të se udhëheqësit e Kosovës nuk janë të mirëpritur ose se i cënojnë marrëdhëniet në Washington, siç kemi pa raportime dhe pretendime të rreshme të mediave që unë i quaj lagja e Beogradit në Prishtinë. Takimet me presidentin Trump, me Fondacionin Clinton, me senatorë amerikanë, pjesëmarrje në forume të ndryshme globale si GCERF e presidentit, si dhe fjalimin përballë kolegjit të ushtrisë amerikane nga ana e presidentes, tregojnë respekt dhe hapësirë të veçantë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Kosovës. Presidenti Osmani e ka theksuar aleancën historike me SBA-n, ndërsa kryeministri Kurti ka sjellur një narrativ për lirinë, drejtësinë dhe zhvillimin ekonomik, duke e vendosur Kosovën si partner serioz të besueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e përmendet pezullimin e dialogut strategjik. Nuk ka pezullim të dialogut strategjik. Nuk ka dialog strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Ajo çfarë ka qenë planifikim i një dialogut strategjik i cili ka ardhur si iniciativë propozuese nga presidenti Osmani në vitin 2021 ndaj administratës së presidentit Biden. Një iniciativë e tillë nga presidenti Osmani është përshëndetur dhe mirëpritur verbalisht nga sekretari Blinken në korrik të vitit 2022, siç e ka konfirmuar edhe presidenti, mirë po asnjëherë nuk ka pasur lëvizje të mëtutjeshme për ta formalizuar nismën e përshëndetur nga SBA-t për dialog strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur kjo iniciativë me Serbinë është një hap përpara. Cila iniciativë me Serbinë? E dialogu strategjik. Serbët po thojnë se ka nisur dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk ka konfirmim nga State Departmenti amerikan. Nuk ka konfirmim nga Shtëpia e Bardhë, nuk ka konfirmim nga Presidenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës. I lutem shumë, unë mendoj se kur të shtjellojmë tema, qoftë si redaksi apo gazetar, duhet në radhë të parë të gjurmojmë dhe të kuptojmë rëndësinë e këtyre zhvillimeve. Duhet ta kuptojmë se çfarë është dialogu strategjik. Dialogu strategjik nënkupton kur një shtet, në këtë rast Kosova, që ka propozuar dialogun strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ti përdori resurset shtetërore amerikane për t'i arritur qëllimet e veta shtetërore, me resurset dhe mekanizmat të shtetit amerikan, dhe që kjo të formalizohet, duhet të pranohet edhe nga shteti të cilët teja propozon këtë rast dialogun strategjik, si që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj të krijohen grupe ekspertësh të cilët i ndërtojnë dhe hartojnë kuptueshmërinë e misionit dypalësh të këtij dialogu strategjik, i cili më pastaj hartohet në një tekst formal dhe nënshkruhet nga krerët e shteteve. Unë nuk besoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës i besojnë një shteti si Serbia që të fillojë një dialog strategjik me Serbinë, edhe pse Serbia ka të drejtë si çdo shtet tjetër ta propozojë një dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po, ajo çfarë kemi dëgjuar nga ministri i jashtëm Xhurić është ka nisur. Nismëria duhet të jetë diçka, një notë e konfirmuar zyrtare të paktën nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe nuk kemi parë asnjë notë të konfirmuar zyrtare. Por nga ana tjetër, ajo mund të jetë nisur si propozim nga ana e Serbisë, siç ka nisur si propozim nga ana e Kosovës në vitin 2021. Por se a do të formalizohet apo jo është krejt çështje tjetër. Dhe se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i besojnë Serbisë, u tregua qartë që për herë të dytë presidenti Vučić është refuzuar të takohet me presidentin Trump. Për herë të parë është refuzuar në shkurt të këtij viti, ku ne si kam parë